Njësoj. Mirë, okej. Shkojmë në shtëpi dhe bëj testin dhe më del direkt dyviza. Shkoj ginekologut. I thash, si e, i thash, më falë që të shqetësoj, po më doli me dyviza testi. Tha, ma përshëndetje Sara, je shtatzan. I thash, po jo, i thash, se mund t'jetë testi gabim, i thash, se më dolën direkt. Përshëndetje Sara, je shumë shtatzan. Unë, qa thë ti, mua bota, më rasipër, se normalisht nuk e priste, se isha 24 vjeqa. Dhe futëm të gdhoma që po orinte darti, po luan të PlayStation. Dhe mbrapa dartit ishte një piktur, që ishte një dardh dhe rush. Diqo, ishte një dardh e madh dhe një rush. Tani, hap derën dhe shikoj, gjëja e parë që shikoj pikturën. Dhe shikoj dardhin dhe filloj duke qarë, po me të madhe. Po unë nuk para qaj, jam person shumë i qiltër, si që keni vërre. Edhe, po ma që ndodhe, pa ma... Do bëjmë si ajo dardha aty mbrapa se jam shtatzan. Ai. Gjeni këshu, s'podnin e po të qetësoj për dardhen apo për mua. Ishte, një sekundë sa ma, për parë se ta vazhdojmë këtë biset, ta mbaroj pak të lojën se... Ta kaloj që këtë niveli.